Një rast i rënd mashtrimi ka ndodhur në Selanik, ku një 70 vjeçare ra prej personave që u shtirën si punonjës të kompanisë së shpërndarjes së energjisë elektrike, duke i grabitur para e bizhuteri me vlerë që arrin deri në gjysmë milioni euro. Ngjarja u denoncua nga viktima në stacionin e policisë në Selanik, ku ajo deklaroi se të panjohur e kontaktuan dhe u paraqitën si punonjës të energjisë elektrike. Ata e bindën se për arsye sigurie duhej të linte jashtë derës së shtëpisë sende me vlerë. Sipas dëshmisë së saj, gruaja la 450 pound sterlinari që përbënin një rezervë me vlerë të lartë si dhe bizhuteri me vlerë mbi 100.000 euro. Autorët morën plaçkën dhe u larguan pa lënë gjurmë. Pas hetimeve, policia greke arriti të arrestojë 2 persona të dyshuar. Oficer nga Departamenti i Hetimit dhe Ndjekjes Penale të Krimeve me ndihmën e njësisë speciale vu në pranga një çift 40 vjeçar dhe një tjetër person 36 vjeç. Ndërkohë një 25 vjeçar është identifikuar dhe është shpallur në kërkim. Të tre të dyshuarit janë me origjinë rome. Hetimet vijojnë si për lokalizimin dhe arrestimin e personit të katërt, ashtu edhe për gjetjen e sendeve të vjedhura, të cilat deri më tani nuk janë rikuperuar. Ky nuk është rasti i parë i ngjarjeve të tilla të ngjashme në shtetin grek. Në jo pak raste, protagonistë të këtyre vjedhjeve kanë qenë shqiptar, megjithatë në rastin konkret nuk bëhet me dije diçka e tillë. Mbetet për tu parë nga rezultati i hetimeve të policisë greke.